Në Partinë Demokratike dhe në listën serbe kanë kontestuar konstituimin e legjislaturës së nëntë. Pas përmbylljes së seancës, kryetari i PDK-s Memli Krasniqi ngriti dyshime për mënyrën e votimit të Nenad Rashiqit për nënkryetar të kuvendit nga radhët e komunitetit serb. Nuk jam i sigurt, sepse këtu nuk pat as shërt. Unë mendoj që ka pasur hapësinë tjetër për konsiderim të konstituimit legal apo kushtetues, sepse e pash që kryetari i kuvendit munduaj që ma shumë të konsultuaj me ata që japin instruksione se sa që ta bëjnë një farë interpretimi kompetent për sa i përket konstituimit apo jo. E deputeti i listës serbe Igor Simić paralemroi se për mënyrën e konstituimit të kuvendit do t'i drejtohet sërish gjykatës kushtetuese. Srpska lista će se žaliti na ovu odluku Skupštine. Lista serbe do të ankohet ndaj këtij vendimit të kuvendit. Ne kemi shqyrtuar ligjin edhe para disa kohe kur kemi thënë se kuvendi nuk është i konstituuar, ndërsa ata e festuan konstituimin gjithashtu kundërligjshëm. Konstituimi i kuvendit i ka hapur rrugën nisjes së rrjedhjes së afatit për zgjedhjen e qeverisë së re. Por deputetja LDK-s Hykmete Bajrami paralemroi që në rast se qeveria e re nuk votohet, atëherë deputet të partisë së saj do të votojnë për shpërndarjen e kuvendit. E në PDK folën për zgjedhje të jashtëzakonshme. Qoftë se nuk do të formohet qeveri, natyrisht që votat e Lidhjes Demokratike të Kosovës do të jenë për shpërbërje të kuvendit, sepse nuk mund të mbajmë peng institucionin. Duke pas parasysh afat të tjera, skadimin e mandatit presidentës, obligimin kushtetues që ta kemi të zgjedhur një president të ri, një mandat të ri presidencial, një muj para skadimit mandatit që e bie dikun rreth datës 4 mars nëse s'gaboj. Nuk ma merr mendja që ka shumë hapësim për ta kriju një qeveri disa mujore. Në funksion të formimit të qeverisë së re të hapur për bashkëpunime me LDK-n, por jo edhe me PDK-n e me listën serbe, u deklaruan përfaqësues të vetëvendosjes. Tek komentoi mbi pretendimet rreth shpërndarjes së kuvendit, nënkryetaria Albulena Haxhiu ka thënë se nëse ky ka qenë qëllimi i partive deri tash në opozit, atëherë nuk ka pasur kuptim që të vazhdohet me bllokadën. Jemi të gatshëm të vazhdojmë me qeverinë apo të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Por edhe njëherë po theksoj që këto qëndrime është dashur që të na thonë me kohë dhe jo të ndrojnë në vazhdimsi qëndrimet e tyre. Sipas kushtetutës, presidenti në konsultime me partinë ose koalicionin që ka shumicën në kuvend e mandaton kandidatin për kryeministër. Ai ka kohë 15 ditë që ta paraqes përbërjen e qeverisë dhe ta kërkojë miratimin nga kuvendi. Për të votuar me sukses, kandidati për kryeministër dhe qeveria e tij duhet t'i sigurojnë së paku 61 vota për.